Zelenski fakt ka një zjarr. Një zjarr që I ka plas brenda shtëpisë me aferën e korrupsionit që shumë. Do të kaloj edhe aty po. Sepse si rrjedhoi asaj gjë janë gjithë vendimarrjet e tjera. Ne kur flasim për korrupsion në Shqipëri, tek e fundit flasim për parat prodhuara në Shqipëri dhe një pjesë që ngelen o klasës politike ose drejtuesve të institucioneve. Kur flasim për korrupsion në Ukrainë, flasim për para që 4 vitet e fundit Ukrainës I kanë ardhur nga jashtë. Dhe I kanë ardhur dhe I vinë çdo muaj me trena dhe me aviona parat për shpenzimet, për tjetër sepse është një vend lufte. Dhe duke qenë që në anën tjetër ne kemi mira dhe mira njerëz që kanë vdekur në këtë luftë afatgjat me Ukrainën, ekziston një doppio problem. Një me qytetarët e brendshëm, të cilët tonë ne po na vriten fëmijët, kurse ju keni hallin e parave, shumë para. Dhe e dyta, ekziston problemi me taksapaguesit e BE-s dhe të Amerikës. Që thonë, ne na ka zënë belaja për shkak se lufte na shërrit gazi, na shërrit nafta, na shërrit buka, na shërrit drithi, na shërrit gjithçka. Dhe kujt po japin parat? Po japin parat disa tjerëve të cilët çfarë bëgan me parat. Dhe arsyeja pse prokuroria e posaçme në Kiev ka ndërhyrë dhe ka bërë ato arrestime dhe ato goditje, derisa edhe njerëz shumë afër Zelenskit janë prekur dhe është drejt për drejt I indicuar presidenti I Ukrainës, dhe kjo është një prokurori e posaçme si ajona, e mbështetur nga të huajt. E vë Zelenskin realisht në një pozicion shumë të vështirë. Ky është një aspekt I gjës. Aspekti tjetër lidhet me fatin e luftës. Në luftë ka humbës dhe fitues. Doni të themi që e ka fituar luftën Ukraina. Shumë. Do themi, luftën e ka fituar Ukraina. Nuk ka humbur shumë, ka humbur vetëm një territori që është më I madh dhe gjatë sa Italia, bashkë me Ishut. E tham të gjë. Okej, ku do shkojmë? Sepse ekziston një gjë që në politikë quhet real politik. Pra, që të vazhdoj lufta në Ukrainë duhet të përfshihet NATO. 77% e buxhetit NATO-s është buxhet amerikan. Që të vazhdoj lufta në Ukrainë duhet të çohen ushtarët e NATO-s të vriten, sepse Rusia ka 1,5 milion ushtarët. Kush vend I BE-s që është në NATO është në gjendje të çojë ushtarë sot? Nuk I kanë as për vendet e tyre. Sot ushtria e parë në NATO është Amerika, ushtria e dytë në NATO është Turqia. Pastaj vinë Britania e Madhe, Franca e këto që janë të vogla. Pra, realisht kjo luftë dhe këtu presidenti Trump ka shumë të drejtë. Duhet të përfundojë, qoftë edhe me njërën pushim, që t'i japi oksigjen në ekonomisë perëndimore, aq më tepër në vendimarrjet e mëdha. Aq më tepër që Trump nuk është erdhi në pushtet nga që ishte përfaqësuesi I dijes dhe demokracisë së madhe, biznesmen ishte. Ai erdhi në pushtet në zgjedhjet e treta për herë të dytë, për shkak situatës ekonomike të jashtëzakonshme dhe të shumë të lodhshme që gjeti në Amerikë. Inflacioni, papunësia, gjithë të gjërat. Pra ai ka prioritete të tjera. Dhe ka drejt për shembull Edi Rama kur thotë Evropa duhet të fillojë të flasë vetëm me rusët, dali nga kjo gjë, sepse nuk mund të pretendojë që Evropa do t'i vërë kushte Amerikës se si flet Amerika me rusët. Amerika me rusët ka dhe interesa shumë të tjera shumë të mëdha që dolën në takimin e famshëm të Anchorage-it. Pra çështja e Ukrainës në marrëdhëniet me Rusinë e Amerikës është vetëm 5% e gjës. Se janë mineralet e rradha, është deti arktik, janë rrugkalimet, është çështja e BRICS-it, marrëdhëniet e Rusisë me Kinën dhe marrëdhëniet e Rusisë me Amerikën, pra shumë e komplikuar gjë. A ka sot BE-ja vendimari për t'i dhënë drejtim kësaj historisë me Ukrainën?
Po ja vetë e the, pra e fillove me Mogherini të shik. Kjo është bëja, këta e. Nuk ka leadership bëja. Nga fillimi I luftës në Ukrainë, e deri sot, vetëm 2 njerëz njohin që s'kan ikur nga pushteti në BE. Edi Rama edhe Viktor Orbani. Mirë, po Viktor Orbani është në BE, ne as nuk jemi. Po mirë, ne jemi kandidatë zëresemi. Të gjithë tjerët I ka zhdukur kriza ekonomike që prodhoi lufta në Ukrainë. Përfshi dhe në Amerikë. Sepse ne harrojmë një gjë, po shikoj njerëzit janë qesharak nga servilizmi. Të kujtohet që para një viti gjysmë presidenti I Amerikës para 2 vjetësh Biden I jepti dorën murit dhe gjithë thonë është normale. S'është pra normale, është mbreti lakuriq. Pra nëse presidenti I sotshëm I Amerikës, Trumpi, ka ardhur atje ku ka ardhur, dhe I duhet marrë vendimarrje të mëdha dhe këtë gjë ta bëjë bashkë me Zelenskin, se normal që ai vendos në luftë. Nuk është se e bën nga qefi, e bën nga halli. A është një gjendje të fillojmë luftën e tretë botërore? Po në rregull, po filloj luftën e tretë botërore, do përdoren armat atomike. Edhe kjo botë e pat kështu me kaq sa çënjojnë. Pra ti thua Trump nuk ka zgjidhje tjetër? Po sigurisht. Përveç kësaj që ka dhënë si opsion. Po kjo është zgjidhja e vetme për armpushimi. Prandaj them që cila është zgjidhja tjetër? Luftë? Luftë botërore? Okej. Si do të bëjmë luftën botërore? S'kemi ushtar. Pra, në një anë, du ta shohim me simpati mënyrën se si. Po mirë, SBA-t po I nënshtrojnë Rusisë, pra që nga më e fuqishme Rusia se SBA, se kështu I bie. Shiko, unë nuk I kam qejf çështjet e propagandës në çështjet e sigurisë. Çështjet e sigurisë trajtohen në mënyrë të ftohtë me instrumentat e vlerësimit të çështjeve të sigurisë, me 5 shtyllat e sigurisë. Nuk duhet folur me më të fortë të thua. Shtylla e parë është ekonomia. Po. Që të vazhdosh luftën në Ukrainë dhe të bësh luftë me Rusinë dhe me Kinën, me gjithë BRICS-in, do të kesh ekonomi shumë të fortë. Dhe ekonomia e dobët e solli Donald Trump në pushtet. Nuk do kishte ardhur kur Donald Trump në pushtet, dhe ata që ishin, ikën sepse dështuan me faktorët ekonomikë. Pak Covidi, pak lufta, pak kjo, pak. Shtylla e dytë është shëndetësia. Kjo lufta ka kushtuar shumë, po e disa të vrarë, sa spitale kampe ushtarake lufte ka çu perëndimi, ka çu Amerika në Ukrainë gjithë këto vite. Pafund. Sa është shumë vrarë, ka gati 1 milion vrarë. Shtylla e tretë është demografia. Ai ke vënë që qytetet e jugut të Italisë, nuk di sa I ke shëtitur, janë të braktisura, nuk ka më njerëz. Po, veriu e mban Italinë. Po edhe veriu I Italisë është lodhur. Mirë, po them që Po mjafton shkon Myni, nuk ke më gjerman rrugë, I ke gjithë që vinë nga Azia dhe nga Afrika. Çështja e emigrantëve të në 10 vitet e fundit ka qenë çështja numër 1 e politikës jashtme. Çështja e katërt është klima. Nuk ishte procesin e deindustrializimit të Evropës dhe të perëndimit. Nuk e bëri as Rusia as Kina. E bën këta. Shiko rrugët e Tiranës, janë mbushur me makina kineze. Po kështu është gjithë Evropa. Pse? Sepse nga pikpamja e politikës pro-klimatike, u mori një vendim politik I leadershipit e Evropës, po në atë kohë edhe I leadershipit amerikan, me të ashtu quajturën marrëveshje të Kyotos, që të mos konsumohen më makina me karbon, industri me karbon, e tjerë, dhe të shkohet me energji alternative. Kush përfitoi nga deindustrializimi I Evropës edhe I perëndimit përgjithësi? Përfitoi India, përfitoi Kina, përfitoi Rusia. Çfarë problemi ka Trumpi me Kanada? Ka që 1/3 e Kanadas është në duart e indianëve. Çfarë problemi ka Trumpi me Evropën? Ka që Evropa I ka çuar gjithë makinën e saj industriale ka çuar në Kinë dhe importon vetëm nga Kina. Si lidhje ekonomike që ka Gjermania me Kinën. Se kur themi Evropë, nuk kuptojmë Gjermani si ekonomia më e madhe. Çfarë problemi ka me Rusinë? Lëndët e para. Tani Evropa kë ka nga këto? S'ka më asgjë nga këto. Kështu që kur të mendosh që do bësh luftë, dhe shtylla e 5 është lufta,
pra duke ardhur te shtulla e 5, do t'i konsiderosh të katër këto elementet e tjera. Dhe nuk i ke. Kjo është e vërteta. Si do ta bësh? Nuk bëhet lufta as Facebook, as në Instagram. Ja, u qëndruan fort në postin më të fortifikuar të Ukrainës, që ishte zona aty fronti Pokrovskut edhe Mirnogradit atje. Ikën, e humbën, u dorëzuan, e peu të hoqën. Se nuk ka më as ushtar. Se është edhe popullat e vogël Ukraina, është territor shumë i madh, është vendi më i madh në Evropë Ukraina. Tani, si do vazhdoj? A duhet të ketë një pushim? Po patjetër që duhet të ketë një pushim. Pse? Alternativa e pushimit është lufta. Dhe me indikatorët që unë dash, që janë indikatorë ekonomik, politik, etj., tregon që perëndimi në këtë moment nuk është i gatshëm për luftë. Për 1001 arsye. Dhe unë mendoj që presidenti Trump po përpiqet të gjejë një zgjidhje të mesme të artë, pra duke i ndarë gjërat. A do funksionojë? Unë kam dyshimet e mia se do funksionojë. Unë mendoj që rusët kanë interes permanent të mbajnë çmimet e larta të lëndëve të para. Pse? Sepse rusët kanë ekonomi të vogël, vend të madh, ekonomi të vogël dhe të bazuar te lëndët e para. Kaq shumë para kanë fituar 4 vitet e fundit ata, saqë kanë hesur shumë shpejt dhe shumë mënyrë të efektshme me ekonominë, jo vetëm aty, po edhe në lidhje me. Domethënë si intereson Putinit marrëveshja? Unë gjithmonë kam qenë i bindur që si intereson. Aq më tepër që nuk mund dali Putini si një humbës nga kjo luftë që ka filluar. Po jo, ai s'po del si humbës, nëse i referohemi planit amerikan, vetëm humbës që nuk është, se ndryshe A e the, shiko tani, a e the, ta thash pa, do të themi që ka fituar Zelenski, po, ka fituar Zelenski. Jo, dakord, po nga që nuk po del Moska si humbës, kështu që Moska ka një linjë të vetme të mendimit, e cilën e lidh vetëm me interesat e veta. Nëse nuk do kishte ndodhur pushtimi i Irakut në 2003, pra 22 vjet përpara, çmimet e hidrokarbureve do mbeteshin të ulta. Dhe Rusia do të mbetej e varfër siç ishte.